tregon një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el Umame, thot: "Ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad jahaza jayshan fa ataytuhu." Ndajën e mirë këtë vllazër për përfundim. Thot kështu: e pash pejgamberin alayhis salam duke përgatit ushtërien për luftë. Edhe thot, pa një pa dy, me njëherë thot ju afrova, i thash: oj dërguari i Allahut, edhe unë jam ushtarit. Edhe unë jam me tyje, edhe unë du me shku ku shkojnë të burra, nuk du me net kur rrin gjinia femrore. Po du me ardh me net, me ardh me burrat, me shku atje ku na kërkon vendi edhe ku na kërkon momenti, e ku na thret atë dheu, e ku na thret liria. Atëherë, edhe për i thot pejgamberi alayhis salam: "Ud'ullaha li bi shahade." Unë e tha tu kom bashkan gjit, po thot bani një lutje te Allahu, edhe pranon mu dëshmor, edhe të bie thot dëshmor. Pejgamberi alayhis salam tha: "Allahumma sallimhum wa ghanimhum." Pejgamberi alayhis salam nuk u lut për me ra dëshmor. Tha: "O Zot, tha bërja këtij tha një jetë të lumtur, edhe bërja tha një pasuri të majme." Shiqo, ai u lut për i tha të lut në bi dëshmor, pejgamberi u lut me atë me çka? U lut të ketë një jetë qetë edhe të mirë, edhe të ketë në anën tjetër një pasuri të mirë. Atëherë thot kur e ndëgjova thot këtë lutje, edhe ne thot morëm pjesë në për shumë beteja dhe nuk u vrava, po thot ne morëm prehen e luftës, edhe u pasurum, po edhe patëm një jetë mirë. Ma e gjvedu hadhe do, thot sa dua e bukur edhe mirë ishte pejgamberit alayhis salam për interesin ton. Do thot vëllazër, edhe Ramazani jo kon një luftë vëllazër. Edhe Ramazani jo kon një mund, o kon një sakrificë. Po në fund vëllazër, po dalmi të pasurum me sevape, me shpërblime. Po dalmi me një optimizëm edhe më të madh për jetën tonë, edhe për familjen tonë, që ne kemi arrit me sakrificën edhe punën tonë që kemi derë gjatë këtij muaji të bekuar. Andaj, sa prej njerëzve i kanë pas zemrat e thyme, sot i kanë zemrat e lumtura. Sa prej njerëzve janë konë të orientuar, sot janë orientu ka e vërteta dhe ka e drejta. Sa prej njerëzve e kanë gjallë shpirtin e vetë përmes këtij muajit Ramazan. Dhe sa prej njerëz e kanë gjetë të vërtetën edhe mbetin këmbgulës edhe stabil në të vërtetën e tyre.